thuan ti këtë? Krusterzash. Do të ishim nga furra patatet për të bërë deservirje. Interesante. Edhe aroma ndihet, është shumë e mirë. Një recetë që më shumë punë ka për pjesën e përgatitjes së zierjes së patates. E di që sikur bëhet gatimi më elegant kur e bëjnë burrat? Jo. Po. Shiko. Kështu sa gratë që purtojnë të gatuajnë. Jo, absolutisht. Shiko, e vërtet është që shumica e masterchefave janë burra dhe masterchefat kanë sy shumë për pjesën e estetikës së pjatave, së recetave. Tani, ne nuk kemi këtu një shefe kuzhinë femër që ti të krahasojmë. Ne të dyja nuk kemi shefe, Jo, me vërtet nuk i realizojmë aq bukur, po si vetëm për estetikën, me që po flasim gjithmonë kur gatuhet ose kur kemi sebepe familjare, mua më marrin për të bukuruar pjatat, tavolinën, tryezat, po. Për këtë estetik jam mirë. Për të gatuar pastaj. Po vendos, çfarë është? Çfarë Majdanos. Majdanos. Në rregull. Ja vërtet. Vetëm besoj Në këtë rast me piru mund të marrësh edhe pjesën brenda, se edhe patatja është bërë në formën e pures. Më vjen edhe këta primshtar në gjë këto. Salsa është gati, por edhe pjesa e patates sugjeroj domethënë që ta marrësh nga lart, se edhe patatja është bërë në formën e një pureje. Kështu që mund të konsumohet së bashku.